Tani do të mësojmë foljen sulmoj, që do të thotë to attack. Do ta zgjedhojmë në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme. Në kohën e tashme, I attack. Unë sulmoj, I attack. Ti sulmon, you attack. Ai or ajo sulmon, he or she attacks. Ne sulmojmë, we attack. Ju sulmoni, you attack. Ata or ato sulmojnë, they attack. Për shembull, for example, ne sulmojmë shpejt në kundër sulm. We attack quickly on the counter attack. Ne sulmojmë shpejt në kundër sulm. Ai sulmon me shumë energji. He attacks with great energy. Ai sulmon me shumë energji. Unë sulmoj kur kam hapësirë. I attack when I have space. Unë sulmoj kur kam hapësirë. In the future tense, në kohën e ardhme, I will attack. Unë do të sulmoj. I will attack. Ti do të sulmosh. You will attack. Ai or ajo do të sulmoj. He or she will attack. Ne do të sulmojmë. We will attack. Ju do të sulmoni. You will attack. Ata or ato do të sulmojnë. They will attack. Për shembull, for example, ajo do të sulmoj në pjesën e dytë. She will attack in the second half. Ajo do të sulmoj në pjesën e dytë. Ju do të sulmoni me më shumë agresivitet. You will attack more aggressively. Ju do të sulmoni me më shumë agresivitet. Unë do të sulmoj në momentin e duhur. I will attack at the right moment. Unë do të sulmoj në momentin e duhur. Një paragraf, a paragraph. Ai sulmon me vendosmëri, ndërsa unë sulmoj me kujdes. He attacks with determination while I attack carefully. Ne sulmojmë kur shohim një mundësi të mirë. We attack when we see a good opportunity. Ju sulmoni me shpejtësi dhe teknik. You attack with speed and technique. Nesër ajo do të sulmoj në fillim të ndeshjes dhe ata do të sulmojnë për të barazuar rezultatin. Tomorrow she will attack at the beginning of the match and they will attack to equalize the score. Në fund, ne do të sulmojmë për fitore. In the end, we will attack for victory. Edhe një herë, vetëm në shqip. One more time, only in Albanian. Ai sulmon me vendosmëri, ndërsa unë sulmoj me kujdes. Ne sulmojmë kur shohim një mundësi të mirë. Ju sulmoni me shpejtësi dhe teknik. Nesër ajo do të sulmoj në fillim të ndeshjes dhe ata do të sulmojnë për të barazuar rezultatin. Në fund, ne do të sulmojmë për fitore. Disa fjalë të reja, some new words. Sulmoj, I attack. Sulmoj. Sulm, an attack. Sulm. Kundër sulm, counter attack. Kundër sulm. Hapësirë, space. Hapësirë. Në momentin e duhur, at the right moment. Në momentin e duhur. Vendosmëri, determination. Vendosmëri. Shpejtësi, speed. Shpejtësi. Teknik, technique. Teknik. Për të barazuar, to equalize. Për të barazuar. And that's all for the verb sulmoj, to attack. I encourage you to continue watching our course Learning Albanian Through Sports, and if you're serious about getting fluent in Albanian in a shorter time with a private tutor, consider sending me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below.
I'll see you in our next video.